Një polic ndalon një djalë që dukej si i biri i tij i vdekur, pak sekonda më vonë sheh diçka në makinë. Humbja e një fëmie është gjë më e vështirë që një baba ose një nën mund të përballojnë në jetë. Një mëngjes, ndërsa William po e ngiste makinën e tij, ai pa të ndezur sirenën blu të policisë pas tij. Pra ai e uli shpejtësinë dhe u ndal. Kur policia ju afrua makinës, William e pyeti nëse po ecte shumë shpejt. Polici tha jo, në fakt ai e kishte ndaluar vetëm ta falenderonte për shërbimin e tij besnik. Në fillim William nuk e kuptoi se çfarë po i referoi agjenti, por më pas ai u kujtua se kishte një simbol në pjesën e pasme të veturës që thotë se ai shërbeu vendit si ushtar. Policia pyeti Williamin se kishte punuar dhe i riu tha se kishte qenë në detyrë për 15 muaj në Irak. Ishte në një moment që oficeri i policisë filloi të fliste lirshëm me këtë të huaj me të cilin kishte diçka shumë të rëndësishme të përbashkët. Polici tha se i biri i tij kishte shërbyer edhe në Irak, por ai nuk ishte kthyer kurrë në shtëpi. William u nxit menjëherë nga tregimi i polisit dhe i tha atij se i vinte shumë keq dhe se ishte afër tij në këtë dhimbje. Para se të largohej nga William, agjenti vërejti një flamur të vogël amerikan të mbështetur në kroskotin e makinës. Ishte pikërisht i njëjti flamur që kishte marrë së bashku me njoftimin për vdekjen e djalit të tij. Në atë moment polici i bëri ish ushtarit një pyetje të çuditshme. Ai pyeti nëse mund ta përqafonte? Ju më kujtoni djalin tim. Mendova që ti ishe ai. William nuk mund të mbante lotët dhe doli nga makina për ta përqafuar policin. Ata të dy u shkrinë në një përqafim të gjatë plot. Nuk ishte vetëm polici ai që kishte nevojë për këtë përqafim. William kishte kaluar kohët e fundit sindromën post-traumatik e një fazë rehabilitimi të gjatë dhe se përqafimi ishte pikërisht ajo që donte. William e tregoi historinë në profilin e tij në Facebook, i cili u nda dhe u vlerësua nga mijëra njerëz.